Cilat janë shkaqet e suksesit të thirrjes së shehut? E para, thënë dietarët, ajo thirrje është mbështetur në tauhidin e pastër. Në atë tauhid që është mbështetur çdo thirrje e profetëve. Thirrja e shehut ishte mbështetur në thirrjen profetike, në tauhidin e pastër. Ai nuk thirri tek vetja e tij. Nuk thirri në mendime të shpikura. Nuk thirri në gjëra të padëgjuara. Ai thirri në fjalën e Allahut Azza wa Jall, në rrugën profetike, dhe thirri në thelbin, në bazën e bazave, që është tauhidi i Allahut, është sinqeriteti në tauhid. E dyta, shaku i dytë është se thirrja e tij bazohesh mbi rrugën profetike, në metodologjinë e pasuesve të sunetit. Pra, në rrugën e sunetit, në rrugën e Ahlus Sunna wal Jamaa, nuk erdhi me çka të re, dhe ishte bazuar në argumente. E treta, shkaku i tretë pse kishte sukses thirrja e shehut Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allah më shëroft, sepse personaliteti i tij karakterizohesh në disa cilësi dhe tipare të veçanta. Shehu Muhammed ibn Abdul Wahhabi ishte i veçantë dhe dallohesh për sinqeritetin e madh që kishte si thirrës, si dietar dhe si thirrës. Dallohesh gjithashtu se ishte xhelos për fen Allahut Azza wa Jall. Ai nuk munduronte dot, ai shqetësohesh kur shikonte një të keqe. Sidomos të keqja më të madhe që i bëhet Allahut Azza wa Jall, që është shirku, është mohimi i krijuesit. Të dashur vëllezër, kur thirrsi, kur muslimani thirrës në të vërtetën këshillon, kjo buron nga ajo që ai ndjen në zemër, ka iman. Thoshi profesori jon, ai që e do Allahun sinqerisht, nuk mund ndihet prej ftohtë kur shikon që dikush e kundërshton. Dhe që do Allahun sinqerisht, dëshirojnë që të tjera duan krijuesin, ata që ai do më tepër se gjithçka. Por gjithçka buron nga zemra. Këtë dietar e lëvizi, nuk e lëvizi parja. I dhan parë dhe bëj davet. Si mund të bëjnë kjo shumë njerëz, ja mund të jenë agent, mund të jenë njerëz që i shërbejnë një mendimi, një ideologji të caktuar, merr parë, mbledh parë këtu, edhe bën për interesa, për pushtet, ose do arrin të bëhet mbreti i një vendi. Edhe subhanallahu, lidhem të çështje, Muhammed ibn Saudi, kur ata i dhan dorë njëri tjetrit në fillim, i dhan besë njëri tjetrit për të bashkëpunuar bashkë, për të parë këtë thirrje, dhe është bërë shkak të ndoshta nuk e përmendë, gruaja e tij, gruaja e princit, ka qenë nga gratë më të sinqerta dhe më të devotshme, që e bindi më tepër burrin e saj, princin e Dërhijes, që ta pasonte shehun. Edhe i thot Muhammed ibn Saudi, gjë thot, nëse ne thot kemi sukses, përhapim davën në shumë vende. Mos t'jesh nga ato të cilët do më lesh mua vendin tim, dalësh nga vendi im dhe t'ikësh vend tjetër. Dhe të shikën me princë pat tjetër. Shehu këtë jep dorën, thot, besimi im, thot, është me besimin tënd. Gjaku im, thot, është me gjakun tënd. Thot, unë nuk kam për të lënë, thot, kurrët në asnjë vend tjetër. Unë do jem këtu. Sepse nuk ishte qëllimi i shehut që çfarë të hapte ton vendet dhe shikon në një vend më të mirë, në një vend me bereqet, në një vend më me mirësi, me pasuri, me pushtet. Dallohet shehu që ashtu për durimin e madh që kishte. Ta cilësi do të ketë thirrsi, durimin e madh që kishte dhe vetë mohimin e vetes. Jeti gjithashtu gjithmonë përparësi të tjerëve ose gjithmonë përparësi çështës së fesë para çështës personale që ai kishte. Pra nuk u njoh shehun në veten e tij që ai thris tek vetja e tij. Nuk u njoh kurrë që ai të thriste tek vetja e tij, të thriste tek gjëra personale që ishin interesin e tij. Dhe e fundit, dhe ka shumë shkaqe të tjera, dhe kjo është shumë e bukur, ku janë përshkruar të dietarët për shkaqet e suksesit të shehut, edhe pse ka kaluar shumë kohë, dhe shehu nuk ka lënë vetë se shkrime, bojra mbi flet. Po kush i lexon arabisht shkrimet e shehut, sidomos në arabisht, vallahi shikon lloj bereqeti, sikur është njëri i gjallë, po të flet, po i flet shpirtit tat. Pra fjalët që shehu ka përzgjedhur nga argumentet nga Kurani dhe Suneti.
dhe ato pak fjalë të tij vëren jo një faqe e shkruajtur me bojë thjesht e thatë, por aty thot ndjen thot prezent nëpërmjet shkrimeve të tij plot gjallëri dhe dritë, pa ekstrem, pa sforcim, pa fanatizëm, pa ashpërsi. Kur ti e lexon, vëren se nuk je duke bashkëvepruar me bojën e shkruar dhe letrën, por me një njerëz të gjallë. Si për të fletë ai është gjallë para te. Dhe kjo është nga bereqeti që Allah i ka dhënë dijes së tij që ka lënë më pas për breza që do vi.